Përshëndetje miq dhe ju ndjekës të kanalit Psikologjisë Shpirtërore. Sot do flasim për jetën, për qëllimin e jetës, kuptimin e me radhë, për të hedhur dritë pikërisht në aspektin shpirtëror të vetë ekzistencës tonë. Dhe në fakt që një gjë që, ose një tipar le të themi që i lidh të gjithë njerëzit në këtë planet ku jetojmë, si ata që janë besimtarë dhe si ata që nuk besojnë, është pikërisht qëllimi që të gjithë kërkojnë për jetët e tyre. Gjithë secili kërkon të ketë një qëllim në jetën e tij apo në jetën e saj, ose të ketë kuptim, pra të gjejë kuptimin e jetës, që pse jetojmë, pse kemi ardhur në këtë jetë, pse vdesim edhe çfarë na pret më vonë, që darë Zoti mund të trajtojmë në tema të tjera. Pra që të gjithë pa përjashtim, të gjithë njerëzit, dhe nuk flas vetëm për këtë shekull në të cilin ne jetojmë, por gjatë gjithë historisë së njerëzimit, të gjithë kanë hamendsuar dhe kanë shpikur shkenca, kanë shpikur mënyra të ndryshme të dijes, siç është filozofia e merat, për të gjetur arsye për të jetuar. Pra cilat mund të jenë arsyet që ne na bëjnë të jetojmë, përse jetojmë me pak fjalë. Dhe pse ndodh kjo? Ndodh sepse vetë shpirti i njeriu të kërkon këtë gjë. Shpirti ynë dëshiron që të ketë arsye për të jetuar, të ketë kuptim për jetën, të ketë një qëllim për jetën. Nëse s'kemi një qëllim, një kuptim dhe arsye për jetën tonë, nuk do kemi dritë në jetën tonë. Nuk dim çfarë po bëjmë, nuk dim ku po shkojmë, e kështu me radhë, jetojmë thjesht për inerci. Dhe kjo inerci në jetë, kur nuk kemi qëllimin e caktuar, kur nuk kemi le të themi atë drejtimin, atë busullën që shpirti jon kërkon, kjo shkakton lodhje tek njeriu, mundim të madh, stres, ankth, pesimizëm e kështu me radhë. Jo më kot, ne themi shpesh, shprehen dritë në fund të tunelit, që do të thotë jetojmë me shpresë. Ecim në një tunel që është i errët, por me shpresën se do gjejmë dritë në fund. Dhe pikërisht për këtë dritë flet më së miri fjala e Zotit, pra Bibla e Shenjtë, përmes parimeve të fjalës së Shenjtë gjithashtu kuptojmë që në këtë tunel, pra në këtë rrugtim që ka njeriu, pavarësisht hapave që secili prej nesh ndërmerr për të gjetur këtë qëllim dhe këtë kuptim për jetën e tij, pra pavarësisht shqetësurisë, pavarësisht stadit të zhvillimit që ne kemi në jetë, ndodh çuditërisht që ende ndihemi bosh. Mund të gjejmë një përmbushje për momentin, por pastaj kalon pak kohë, kalojnë disa ditë ndoshta, ja maksimumi disa javë, dhe prap njeriu kthehet aty ku ishte, në zbrazë të tij, në boshllëk. Prap njeriu sado që plotësohet, me kohën, me hapat e tjera që hedh, prap kthehet që të jetë i paplotësuar. Dhe në fakt për këtë dukuri mund të themi që është shpikur vetë shkenca e filozofisë, nga ka dalë psikologjia e çdo shkencë tjetër me radhë, antropologjia e të tjera, deri tek sot idetë që kemi, idetë humaniste, idetë të tjera, le të themi progresive, alternative me radhë, kanë dalë vetëm si arsye e këtij qëllimi që njeriu kupton, tenton që si të kuptojë jetën e tij dhe të ndihet i plotësuar. Pra si të plotësohet njeriu dhe mos të kërkojë më. Ose thënë ndryshe, si të gjejë ai se çfarë kërkon nga jeta e tij. Dhe ta gjejë atë gjë që kërkon. Por në fakt, më lejoni këtu të them që fjala e Zotit na tregon që ky kërkim është si të rrahësh erën. Pra është i kot. Është i kot sepse në fakt ekziston brenda çdo njeriu një zbrazëti shpirtërore. Pra në jetën e çdo njeriu, pavarësisht statit të tij, le të themi intelektual, pavarësisht statusit social, ose dhe statusit të tij shpirtëror, gjithmonë do ketë këtë boshllëk shpirtëror. Është si të kemi një vrim në zemrën tonë, ose një vakum të thellë brenda shpirtit tonë. Dhe kjo në fakt është sepse duhet kuptojmë që vetë Zoti
vetë Perëndia, vetë krijuesi ynë, e ka lënë këtë boshllëk në shpirtin e njeriut. Dhe këtë boshllëk nuk e mbush dot as edhe një gjë në këtë jetë. Pra, pasuritë nuk e mbushin dot, materialet që ne zotërojmë, të mirat materiale, nuk e kënaqin dot këtë zbrasti. Madje më lejoni të them që edhe morali, pra feja, religioni, nuk e përmbushin dot këtë zbrasti në vetvete. Unë në fakt kam njohur shumë njerëz fetar të besimeve të ndryshme, jo vetëm në krishtërim, por në fe të ndryshme. Madje edhe shumë praktikantë të meditimit, të jogës, sepse dhe meditimi dhe joga është një fe që vjen nga hinduizmi dhe budizmi, duhet ta kuptojmë, është praktikë fetare. E kam thënë këtë dhe në video që kam darë në kanalin tim në YouTube. Pra edhe duke aplikuar fe, ose duke aplikuar moralin, duke përpiqur që të bëjnë mirë, të jenë pozitiv, të mendojnë pozitiv, të ndihmojnë të tjerët, së prapi gjenden prapë te kjo zbrazëti. Pra e tham, as pasuria materiale, as morali, dhe çdo mënyrë tjetër që kjo botë ofron, përfshi dhe relatat tona, do marrëdhëniet tona me njerëzit, nuk e përmbushin dot të zbrasti, sepse vetë Zoti e ka krijuar këtë boshllëk në shpirtin ton. Dhe në fakt e ka krijuar këtë gjë sepse ai vetë kërkon që të bëj le të themi banesë tek ne. Na thot shkrimi i shenjtë. Ne të krishterë besojmë tek Perëndia, një Perëndi që është triadik, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Dhe përmes besimit tek Biri, ne afrohemi me Atin dhe marrim Frymën e Shenjtë prej tij. Që do thot Perëndia vjen e bën banesë te ky boshllëk shpirtëror i njeriut. Pra, ky krijuesi na ka dhënë frymën, na jep dhe Frymën e Shenjtë. Që do thot vetë prania e tij bashkohet me frymën tonë dhe ne shenjtërohemi dhe plotësohemi në këtë gjë. Por për këtë do flasim ndaj Zotit më në hollësi në tema të tjera. Çfarë duhet kuptojmë deri tani është pikërisht kjo gjë që vetë Zoti ka krijuar të boshllëk dhe nuk përmbushet dot pa praninë e Perëndisë në jetën tonë. Gjithmonë mund përmbushet përkohësisht, por me kalimin e kohës, me hapat që hedhim në këtë tunel, dhe sa do të afrohemi me dritën, prap nuk do përmbushemi. Sepse nuk e bëjmë dot vetë me forcat tona, nuk e bëjmë dot vetë me veprat tona, e bën vetëm Perëndia, por do shohim disa hapa që ne mund të bëjmë për ta lejuar Perëndin që të ndriçojë jetën tonë, dhe të na përmbushi për të pasur një jetë, le të themi një jetë me bollëk, një jetë efektive, që vjen vetëm në sajt e kësaj përmbushje. Pra do shohim në le të themi temat në vazhdim, mësimet në vazhdim, se si mund të mbushet ky boshllëk. Dhe në këtë mënyrë shkrimi i shenjtë na tregon që jo vetëm ne mund të përmbushemi dhe mund të kemi një jetë më të mirë këtu në tokë, pra një jetë të plotësuar, pra kjo përmbushje vetëm do na ndihmoj këtu, le të themi, por më e rëndësishme është që na jep garanci dhe shpresë se ku do ta kalojmë përjetësinë. Dhe përjetësia në fakt plani që Perëndia ka bërë për secilin prej nesh, pa përjashtim, është që përjetësinë ta kalojmë në praninë të Tij. Dhe kur flasim përjetësi, do thotë që të kalojmë në një dimension fizik, që ne ndodhemi tani ku jemi, i cili është, le të themi, kufizuar me anë të hapësirës dhe kohës, dhe në përjetësinë e kalojmë përtej hapësirës, përtej kohës, dhe nuk ka më kohë aty, nuk matet më koha. Prandaj quhet përjetësi, është një tjetër dimension që ne nuk mund ta perceptojmë dot si qenie të gjalla, por ata që besojnë me anë të besimit shpresojnë te kjo gjë që nuk arrin ta shohin, sepse ky është besimi, siç thotë shkrimi i shenjtë, besimi te gjërat që nuk i shikojmë, pra përtej materjes, përtej materiales. Dhe të dashur miq, këtë do flasim gradualisht në temën tjetër, por para se të kalojmë te ky lajm i mirë që vetë krijuesi i universit na jep në fjalën e tij, ne duhet të shohim edhe një lajm të keq, i cili është problemi më serioz për të gjithë ne, dhe që na pengon që ne të jemi në kontakt, në marrëdhënie dhe të hapur, le të themi, për të pranuar pikërisht këtë lajm të mirë dhe këtë bekim që mund të na përmbushi me praninë e Zotit në jetën tonë. Deri atëherë ju përshëndes, ju uroj një ditë të mbar dhe bekimet e Zotit kudo që jeni.